Kur dëgjojmë fjalën kolagjen, shumica e njerëzve mendojnë menjëherë për lëkurën, por në të vërtetë kolagjeni është proteina më e bollshme në organizmin e njeriut dhe përbën rreth 30% të gjithë proteinave të trupit. Ai është elementi kryesor strukturor i lëkurës, kockave, tendinave, ligamenteve, kërcit, enëve të gjakut dhe shumë organeve të tjera. Njën nga aminoacidet më të rëndësishme për ndërtimin e kolagjenit është glicina. Ai është aminoacidi më i vogël dhe për këtë arsye të përshtatet në qendër të strukturës së kolagjenit. Çdo aminoacid i tret në molekulën e kolagjenit, duke i mundësuar 3 zinxhirëve të kolagjenit të formojnë strukturën karakteristike me helik trefishe, e cila i jep rezistencë dhe elasticitet indeve. Megjithëse organizmi mund të prodhojë glicinën nga aminoacidi serin, kjo sasi shpesh nuk është e mjaftueshme në periudha arritjeje, plakje, aktiviteti fizik intensiv, dëmtimeve apo inflamacionit kronik. Për këtë arsye, marrja përmes ushqimit bëhet e rëndësishme. Kolagjeni nuk formohet vetëm me glicinë. Në strukturën e tij marrin pjesë dhe prolina dhe lizina, të cilat më pas hidroksilohen me ndihmën e enzimave. Këto reaksione kërkojnë praninë e vitaminës C, hekurit, oksigjenit dhe AK të lëkuratit. Mungesa e vitaminës C pengon formimin normal të kolagjenit, duke dobësuar lëkurën e në të gjakut dhe procesin e shërimit të plagëve. Mirëmbrëma të dashur miq, edhe një herë tjetër nga televizioni INTV. Sot është dita e premte dhe pasdite. Ne do të flasim me një temë, sikurse dhe unë ua thash pak emisionin e kaluar që ne folëm për zinkun, për enzimat tretëse, dhe sot është një temë e cila është e ngjashme, por shumë enigmatike dhe që preket shumë, madje është bërë si marketing kjo gjë, kudo shitet ky suplement, kudo reklamohet ky suplement, por a është i vërtet shpjegimi si bëhet dhe sa vlerë ka marketingu që i bëhet këtij produkti. Pra, më shumë reklamohet se sa shpjegohet. Për çfarë ne do të flasim? Atë e di Grisela. Faleminderit. Mirë, faleminderit Luciana. Atëherë do të flasim për glicinën, çfarë është dhe pse konsiderohet një aminoacid kaq i rëndësishëm për organizmin. Atëherë, glicina dhe kolagjeni. Glicina është aminoacidi më i vogël që trupi njeriu ka. Domethënë është në qoftë se ne kemi parasysh atë fëmijën më të vogël të shtëpisë që ka disa naze ose që ka disa teka më së shumti, dhe gjithë një fëmijës më të vogël, duam apo nuk duam ne, gjyshërit, prindrit i plotsojnë këto tekat ose këto nazet. Dhe glicina ashtu është. Glicina është aminoacidi më i vogël i trupit, ndonse nuk është esencial, por funksionet e saj në organizëm janë shumë të mëdha. Dhe këtu marrim shkas dhe e përdorëm si epitet ose si metaforë figurative që pa glicinë në trupi nuk mund të bëj dot. Edhe kështu është dhe në jetën reale. Pa fëmijën e vogël, gjyshi dhe gjyshja nuk mund të bëj dot. Ndonse glicina është e rëndësishme për trurin, për veshkat, për mëlçin, për sintezën e glutationit. Glicina është e rëndësishme sepse formon dhe prodhon kreatinë në trup. Ndonse formon dhe prodhon në dozë shumë të ulur, por njëkohësisht ka vlera sepse prodhon në një sasi shumë të vogël. Glicina e prodhon kreatinën nëpërmjet disa enzimave, glicina, arginin, amidinotransferaza, formohet guanodinoacetati, guanodinoacetat metiltransferaza dhe pas konvertohet në kreatinë. Dhe kreatina është një derivat azotik i aminoacideve që shërben për pjesën muskulare ku të rrequj dhe i shton grup fosfati adenozin trifosfati dhe bëhet adenozin trifosfat. Pra glicina është e rëndësishme si për formimin e kreatinës, por është e rëndësishme dhe për kolagjenin. Unë thash pak më parë që a është i vërtet kolagjeni që shitet? A mos i bëhet më shumë reklamim se sa i bëhet shpjegim të vërtet me fiziologji intestinale. Dhe glicina është një molekul që pa atë trupi ynë mund të jetë shumë i varfër dhe trupi ynë fillon që të çalojë. Cila është, Luciano, lidhja mes glicinës dhe kolagjenit? Pra pse thuhet se glicina është themeli i strukturës kolagjenit? Tani, kolagjeni është protein strukturore dhe ai formon skeletin e indeve lidhëse. Formon skeletin e indeve lidhëse, ndihmon në elasticitet dhe i bën indet lidhëse që të jenë të forta, ose i mban indet lidhëse që të jenë elastike. Zakonisht kolagjeni është protein strukturore sepse është edhe si një fibër. 3 aminoacidet më të rëndësishme të kolagjenit kush janë? Prolin, hidroksiprolin dhe glicin. Lidhja midis glicinës dhe kolagjenit, që është si suplement që shitet kudo, reklamohet kudo, por nuk thot askush që si përthithet ky, si tretet, si zbërthet dhe si transportohet, por vetëm i bëhet reklam. Por se si është organizmi i njeriut, si e tret, si e përthith, për atë nuk interesohet kush dhe nuk i bëhet vonë kujt.
lidhja midis glicinës dhe kolagjenit është këtuse. Format ose kolagjeni ndërtohet nga këto 3 aminoacide më kryesore, që është glicina, hidroksiprolina dhe prolina. Dhe kolagjeni është protein strukturore që formon skeletin e indeve lidhëse, pra i ofron fibrave proteinike një elasticitet më të fortë dhe i mban të bashkuara. Por nëse glicina merret në mënyrë më të varfër nga produktet shtazore dhe më së shumti me glicin, është e pasur lëkura e pulës, pra aty ku janë edhe këto strukturat e sipërme, siç është lëkura e njeriut, lëkura e pulës, lëkura e mishit viçit, lëkura e mishit qingjit, por duke ditur patjetër që të jetë organike dhe e pastër. Jo një produkt ushqimor, pra një produkt shtazor që mund të jetë rritur me medikamente ose me lëndë ushqimore të cilat janë me aditiv ose me konservant. Pa glicin nuk ka kolagjen dhe kolagjeni formohet si pasojë e glicinës, që më së shumti ndodhet tek lëngu i mishit, lëngu i kocave. Luciano, si sintetizohet kolagjeni në organizëm dhe cilët janë faktorët të domosdoshëm për formimin e tij? Pra, çfarë roli luajnë vitamina C, bakri dhe aminoacidet, pra si prolina dhe lizina? Domethënë, ne do ta themi si formohet kolagjeni në trup. Në fillim unë thash që më së shumti reklamohet se sa shpjegohet. Trupi kur merr kolagjen nga një suplement i rëndomt nuk përthithet siç thuhet. Dhe kolagjeni si fillim që të merret si suplement duhet të jetë peptid kolagjeni. Pra duhet të jenë me anë të peptideve. Dhe peptidet janë ato të cilat formojnë këtë protein strukturore që formon skeletin e indeve lidhëse, që u jep forcë dhe u jep elasticitet pjesës së strukturës proteinike. Nëse ne marrim kolagjenin si suplement, dihet që nëse stomaku, zora e hollë, nuk funksionon siç duhet, ne atë nuk e përthithim. Më shumë është si një marketing se sa një fiziologji. Nëse ne konsumojmë ushqimet procesuara, ushqimet të thata, ushqime me yndyrna të procesuara, përsëri kolagjeni nuk përthithet. Kolagjeni që të merret e zëm supozojmë dhe marrim shembull sikur u mor si suplement. Ai si fillim duhet të denatyrohet. Denatyrimin e bën acidi hidroklorik në stomak. Acidi hidroklorik çfarë bën? Denatyron lidhjet proteinike ose lidhjet hidrogjenore dhe ionike. Pra e bën pjesën e proteinës që të zbërthehet dhe që të ketë një varg të polipeptideve. E bën pjesën proteinës që të denatyrohet dhe të formojnë polipeptidet. Tani këtu, nga polipeptid, oligopeptid, shkoj deri në peptid, është proces shumë i gjatë që e bëjnë enzimat, e bën zora e hollë. Dhe pothuajse shumë suplemente nga farmacia, ato janë përthithjen e kanë më të dobët sepse kanë konservant dhe aditiv. Dhe është e mira që kolagjeni nëse merret si suplement, ne duhet kemi kujdes edhe ushqimin, tretjen, përthithjen, zbërthimin, që ata ta përthithim. Dhe kolagjeni është e mira që të jetë si kolagjen peptid, në forma më të vogla. Ndërsa, pjesa e rolit të vitaminës C, bakrit. Për formimin e kolagjenit, luajnë rol të pandashëm enzimat, prolil hidroksilaz, lizin oksidaz, ose lizin oksidaz. Lizin oksidaza merr pjesë sepse formon kolagjenin. Prolil hidroksilaza njëkohësisht përsëri merr pjesë në formimin e kolagjenit. Lizin oksidaza ka nevojë për bakër, ka nevojë për vitaminë C. Nëse trupit nuk janë në depozita ose nuk janë në sasi ose nivele optimale, kryesisht zinku, që është i rëndësishëm dhe për anemin, por dhe për formimin e kolagjenit, atëherë kolagjeni nuk formohet. Dhe kolagjeni nuk është një suplement që të përthithet ashtu. Pra, ne po marrim kolagjen për lëkurën. Atë që po pim e dim sikur do na bëjë mirë për lëkurën. Nuk është ashtu. Kolagjeni zbërthehet deri në prolin, hidroksiprolin dhe glicin. Këto më pas formojnë kolagjenin. Në qelizat ndryshme të fibroblastet formojnë në mëlçi, në pjesën e mukozave të ndryshme respiratore, gastrointestinale. Pra i kolagjen që merret si suplement që të formohet sepse duhet si fillim të tretet, të zbërthehet, të përthithet, të transportohet në hind ose në qelizën përkatëse. Dhe prandaj, nëse mungon pjesa e kolagjenit, atëherë ne duhet të kemi kujdes me ushqimin. Pra bakri që janë kofaktor të formimit të kolagjenit, që kofaktor i enzimës së lizil oksidazës është pjesa e bakrit dhe vitamina C. Prandaj nuk mjafton vetëm kolagjen për të plotësuar kolagjenin, sepse nuk është kështu. Atëherë, përveç formimit të kolagjenit, cilat janë funksionet e tjera, Luciano, të glicinës në organizëm dhe si ndikon ajo në sistemin nervor, në mëlçi, në muskuj dhe mbrojtjen antioksiduese? Tani si fillim, glicina formon kreatinën, që kreatina ishte shumë e rëndësishme për muskujt, siç edhe e dim.
Tjetër, formon dhe ndihmon në sintezën e glutationit, që glutationi është antioksidant i mirë rëndësishëm që qelizat dhe që mëlçia prodhon.